si mundet dituria me dëshmu kundër njeriut. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkru diturin si kurse shiu i cili është për tukën, që e ngjall. Qashtu edhe dia dohet me ngjall zemrat tona. Pro kjo është e njëjtë si kur me mor shembullin e një gote me ujë. Edhe fakti që na e dina që kjo është një gotë me ujë, nuk do me thonë se kjo e hjek etjen tonë. E një për shërbimeve që Allah subhanahu wa ta'ala ka kriju ujin është që njerëzit me vazhdu jetën e tyne edhe me largu etjen. Kështu është edhe me dijen. Nuk mjafton na veç me ngu këshillat, po dohet me kqyr so është të përmirësu jetën tonë këtu këshilla, ashtu sikur se ujin që duhet me kqyr për me largu etjen tonë.